Sa shpesh e ke lexuar Biblën ti motër? Ma, unë gjithmonë dëgjoj fjalë e Zotit, kam lexuar, kam dëgjuar, prej kur kam lindur. Po sa herë? E ke numëruar sa herë e ke lexuar Unë çdo ditë lexoj completa così, non kam lexuar kurrë. Por dëgjoj çdo ditë. O lexoj një libër, por completa non kam lexuar kurrë. Kjo janë 7 rette, 4 libri. Vogle, magari janë disa faqe, disa janë më shumë, por janë gjërat që nuk është rëndësishme të lexuar, se është histori për një populli Izraeli. Për popullin e Izraelit? Po, është histori njerëzore e linore. Se Zoti ka punuar së bashku njerëzim. Motër, pse u zgjodh Izraeli? Pse u zgjodh Izraeli nga Zoti? Pse nuk u zgjodh Shqipëria? Se andej ka gjetur dikush që ka dëgjuar mirë. Ishte Abraham, ishte profeti, ishte Maria. Andej, Zoti zgjelli njerëz, jo vend. Vend është Zgjodhi njerëz thotë. Çdo vend është prej Zotit. Por jo çdo njeri është prej Zotit. Po mirë, mund të kishte zgjedhur shqiptar? Mund të kishte qenë Maria shqiptare? Nuk ishte, se Maria ishte në Shqipëria, kështu si ishte, ndoshta do kishte qenë shqiptare. Se është zemra ata që ka vlerë para Zotit. Nuk është toka, o statura, o bukuria, o forcë. Është zemra. Ndërgjegjja, si është, kjo është që ka vlerë për para Zotit. Sa vjeç je ti motër? Sa vjeç kam? Po. Shumë. Sa? 85 kam banë në gushtë. 85 vjeç, ha? Wow. Gëgjë. Wow. Kam jetuar shumë. Jam gati për të shkuar. Kështu më ndonë? Se jeta ka një traguardo, no? Kam jetuar shumë. Janë, tash, çdo ditë është një durata më e madhe se kur jemi me të re, pra tani një ditë tani ka më shumë vlerë se sa kur je Ka më shumë vlerë se janë dita më shumë sa ta që duhet të jetuar. Aktove. Motër, ku linde ti? Mos më thuaj që lindet e ti në një kasolle si Jezu Krishti. Gjesu tash linde në çdo vend e në çdo zemër. Se ne jemi gati për të hapur zemër. Ti linde në Itali? Po. Shumë vite përpara. 35 vite. Po pra, shumë vite përpara. Shumë vite përpara. I sa ti fëmijë ishe? 4 e 4. 4 motre e 4 vëllezër. Ti ishe fëmija i madh? Jo, unë jam e tretë. Ti e fëmija i tretë? Kam 2 vëllezër që tash ka shkuar tek Zoti. Përpara meje, pastaj janë motra. Po ti vetë ke besuar gjithmonë në Zot? Fe gjithmonë ka prove. Apo se fe nuk është një palo, një shkop, e rinë andej. Fe është një ecje. Nuk është një gjë statiko. Po ti kur ke shkuar në kish për herë të parë? Unë kam shkuar në kish kur ishte fëmijë vogël, shumë e vogël. Shumë e vogël? Po, se jeta në vendin time të gjitha ishë besimtarë. Të gjithë besonin? Po, besimtarë. Të gjitha janë krishterë. Pastaj, dikush beson ma shumë, dikush beson ma pak, dikush shkon ma shumë në kishë, dikush shkon radhë. Kështu është.
jeta no? Njerëzore, merren në dorë jeta e vetë, shkojnë. Po për herë të parë kur ke shkuar në Vatikan? Ma, nuk e di, vonë, ndoshta 30 vite kishte, kur kam shkuar një herë në Romë. Vetëm një herë ke shkuar? Ja, era e pare, se pastaj kam shkuar shumë. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.